TikTokun e kanë kështu edhe profesion, ndoshta. Po e nisi me Labin, Labi jeton në Gjermani edhe është nga Kosova. Lab, çka të ka shty me u marrë me TikTokun? Në fakt, TikTokun së shë kom profesion që shëcejke, veç pasioni për gatim, i kom postu disa video, nuk është e postoj shumë shpesh, po veç për fan. Po, e di që nuk e postu, po ato që i ke postu kanë qenë shumë kreative, edhe kanë gjallë një farë mënyre reagim, ke fitu shumë followersa. Pse? Cila ka qenë strategji, apo rastësi, ke thonë hajde veç po e paraqes pasionin tim për kuzhinën? Në fakt, TikTokun e parë që e kom postu në atë model, e kom postu për shoqënim, ja u tregu një recept, të ramen, ushqim japonez, që shumë shoqënim kam pyet qyshe përgatitë, edhe veç që në hajgari kom thonë, hajtë që ja bë një tutorial, tani e kom bo qatë video për ta, edhe ju ka pëlqyer shumë, edhe thash pëse mos me bo në video në qatë llojet edhe hajtë. Por në fakt, në TikTokat e tu e kom pa që është e përfshirë shumë këngëtarja e nderuar Mirje Braha. Pse? Në fakt, a është diçka një lidhje që e ki nga fëmijëria, se zakonisht këngëtar kemi, apo ka qenë strategji diçka, sepse kanë gjallur. Ajo e ka po ma interesant, do shta edhe postimet që i ke... Janë dyat në fakt arsye. Kejtë kë rastësi, normal që kejtë në arrit me këngë Mirje Brahas, e respektoj edhe më pëlqen shumë, plus është e Mitrovicës, edhe unë jam vip e Mitrovicës, edhe kejtë rastësi, do më thonë, kom fillu me përdorë se më pëlqen muzika asaj. A i ndëgjëm për një me këngët asaj? Ja din këngët e vjetra e di, po thuaj se të gjitha. Dëgjoj muzikë gjitha zhanreve në fakt shqip, aty është në listë dhe Mirje Braha, po. Po, pëlqen, do më thonë. Deri në qatë pikë, se di a keni mbri me i po, do më thonë Mirin e ka edhe në qërapa, po besoj që dhe sot. Se e këna pa. Mua e fakt, le të fokuson edhe kamera. Kafe Mirin. Okej, a ke pas... Po doj kam i bo konkurencë na imit. Po t'i kush po u dash ka me dojnë. Mirja është thjesht shumë cool. Vetëm e parë që kom postu me qërapa, ajo ka reagu shumë mirë, e ka pëlqyer, ka shpërnda. A je taku nëjherë me... Halo jo, në fakt. Amo jemi në bisedime në shatë takomi për një kafe këto ditë. Do me thonë, veç ke kontaktu, qka i kishe thonë nëse i kishe pas sot për balë? Kisha thonë që në debatin me Remzi Osmani Mirja ka pas drejt. Me të vërtet? Po. Nëse e takon, a kishe realizu diçka në TikTok? Po, sigurisht, pëse që po. Me cilën kongë? Kongë Makadal Kadal, hitin. Kongë Makadal Kadal, hiti. Hiti, ka pasi. Makadal Kadal, o si e ndëruar, shumë respekt, qenë ke shumë i gjatë, hera parë që po shihemi. Mirë se ju gjeta, përshëndetje dhe juve, o, Vesa, shumë dashuri. Gjithashtu respekt edhe për juve, po më duket që aty kom ullë, po mikrofone është për juve. Si jeni? Se spriton, veç kaloja benjet. Lab, qysh je lab? Të regu që kima orë në këna. Po qështu ka një rësanet e bukra ndodhin, qështu? Gabi veç e ta që veç keni kontaktuar më herët. E kemi lonë me dalë. Kemi lonë me dalë, sot. Po tash nuk e dia do dalim masi po shihemi në mision. Mirje, faleminderit shumë që ke pranuar sonte t'jesh edhe një surprizë e këndshme, po besoj edhe për Labin, po që të t'jesh sigurisht sonte edhe në bisedë me këta të rinj, gjithashtu edhe me kolegën Vesa Smolica. Knaqësia gjithmonë është e imja, po sot është rast kogja i veçantë, sepse jo shpesh në ndodhë me fansat mu e u taku, edhe Labin e kam njoft vetëm për mes TikTokut, sidomos me videot e ti, edhe ato qorapat e pëmshme, mi kanë dërgu krejt fansat e mi, do me thonë, linkun TikTokut Labit, edhe më ka bu shumë përshtypje dhe mu normal. Pastaj i kom përcjell videot e Labit, që shto, do me thonë, e qelë fjoken me martë pikën, i del fotografia ja, Mirja, do me thonë,
E hap një dollap që atje del prap Miriam fotografi dhe e kam vlerësu shumë, të vlerësoj shumë respekt. Po. Mas ne e kum kuptu edhe më kanë tregu platori të ri nga normal, më kanë tregu që jeton edhe në Gjermani, edhe kështu që i mora informatat për njerëzve. Faleminderit shumë. Për njerëzve rejtit tem, po edhe fansat më kanë dërgu shumë video tuat që këqyre labi. Sigurisht do të diskutojmë